Erio Mile, ju rikujtoj edhe një herë t'i përmbaheni procedurës. Mos e shkeli me 2 këmbë të rregullore dhe pastaj kërkojmë zbatimin e rregullores. Kush e përmendi emrin? Okej. Ju lutem zoti Berisha të vazhdoj zonja Zhupa. Replik zoti Berisha. Po, nuk them direkt me nërkuptim. Tani, le të gjej një vend të vetëm në Bashkimin Evropian që ka hequr subvencionin e naftës. Absolutisht as një vend. Ja u them unë ju, vendet në Bashkimin Evropian ndahen në 3 grupe. Ato që bëjnë subvencion maksimal, ato që bëjnë subvencion mesatar dhe ato që bëjnë subvencion me të ulët. Këtë vit, Gjermania që bënte subvencion mesatar, kaloi në subvencionin maksimal. Pra, se kush, se e bëj famshëm, se merita jote më e madhe se futa dhe dosat në shpërblim. Mirë ke bëj që i fut. Nuk them jo, shumë mirë, shumë mirë. Po, nuk është vetëm dosa, ajo që duhet fermerëve. Pra në radhë të parë, duhet nafta, duhet të japim naftën. Po jo, atje ka mirë ka bërë. Mirë ka bërë, s'tem po.